Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, si gjithmonë këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Jam këtu pranë jush të komentojmë të gjithë së bashku një lajm që ka marrur vërtet shumë zë. Bora Zemani, televizioni Top Channel, një karrierë në fakt goxha e bujshme, një karrierë goxha me një bagazh të madh artistik. Bora Zemani, siç duket, për herë të parë pas kaq shumë vitesh, do të bëj lëvizjen e jetës së saj. Nga dita e djeshme, në fakt unë e kam komentuar, ekzistojnë zëra të ndryshëm, do me thënë flitet lart e poshtë shumë për Borën, por gjithsesi unë do t'jap mendimin tim, atë analizën që unë kam për rastin e Bora Zemanit. Ju e dini shumë bukur që aty ku ka zë nuk është pa gjë, dhe unë me thënë drejtën i besoj kësaj thënies që vërtet ku ka zë nuk është pa gjë, dhe Bora siç duket ka bërë lëvizjen e jetës. Ka lëvizur nga televizioni Top Channel për një drejtim tjetër, për një televizion tjetër. Pyetjet janë shumë të mëdha nga publiku. Ka ndalur dhe hamencime, do me thënë zëra të pa konfirmuar, që Bora Zemani do t'jetë pjesë e fermës VIP në rolin e moderatores. Mendoj që në qoftë se Bora do ta kishte këtë privilegjin, do të ishte jashtëzakonisht e bukur si fakt që Bora Zemani të udhëhiqte fermën VIP. Mendoj që do t'i ngjiste si format dhe Bora do të nxirrte edhe një dimension tjetër të vetes që realisht nuk e ka nxjerrë dhe nuk e ka treguar. Por gjithsesi, mendimi im dhe analiza ime, nga që duke u bazuar tek fotografitë e fundit që Romeo Vesha i ka hedhur, që do me thënë ka postuar fotografi nga televizioni që është duke përgatitur castin e ri, që është duke përgatitur sezonin e ri të Medias X, një media që në fakt ka ardhur si media e re në Shqipëri, por që ka një influencë të jashtëzakonshme te publiku shqiptar. Mendoj që Bora Zemani do t'jetë pjesë e medjes së bashkëshortit të saj dhe kunatit të saj. Nuk më duket një zgjedhje budallalik, përkundrazi më duket një zgjedhje shumë mirë e menduar, sepse më bukur se Bora të ushtrojë profesionin e saj në televizionin e burrit vet, nuk ka gjë më të bukur, mund ta ndërtojë një brand shumë të fortë, mund ta ndërtojë një brand shumë interesant. Në një 10 vjeçar të ardhshëm, ndoshta mund të jenë një Lori Hoxha, një Sara Hoxha apo një Ledion Liço. Do me thënë, mendimi im është që Bora Zemani mund të ketë lëvizur për të filluar në një rrugtim tjetër të ri në jetën e saj. Por për në ferma VIP, me thënë drejtën, dyshoj që Bora mund të jetë moderatore, sepse në qoftë se Eduardi do t'jetë përsëri regjizori, që nuk e dyshoj që është Eduardi, pozicionin e moderatores me patjetër që do ta ketë edhe këtë vit Arban Osmani.